Kolegji Universitar i Biznesit është një tjetër nga bizneset i cili do të na tregojë sot rrugën e tij drejt suksesit, për na informuar patjetër jo vetëm për ato çfarë ofron, por për të na treguar dhe inspiruar edhe lidhur me këtë lloj biznesi i cili ofrohet në Shqipërinë tonë. Kam pranë vetes zotin rektor të këtij universiteti, zotin Ylber Bezo. Ande. Zotin Ylber Bezo, të faleminderit shumë që e bërë pjesë e jona në Award 2025. Dhe përftes. Do flasim sot për një ndër kolegjet universitare të biznesit, i cili është një dhe i vetmi në llojin e tij. Çfarë ofron ky universitet për studentët, për të rinj? Çfarë interesash kanë të rinj që të afrohen dhe të jenë pjesë e këtij universiteti? Faleminderit, unë ndjem shumë i privilegjuar që jam për të dytin vit në mjediset e juaja, i përzgjedhur për të dytën herë, ndoshta për si një nga universitetet ose institucionet e arsimit lartë që vazhdon të performoj në cilësisht mirë. Kolegji Universitar i Biznesit si vjet ka vitin e 15 të krijimit të vet, dhe që gjatë gjithë këtyre viteve është punuar me shumë seriozitet, me shumë dashuri, me shumë impenjim, me shumë cilësi, dhe ja kemi dalë që të kemi një emër të mirë në tregun e arsimit lartë në vendin tonë, nëpërmjet kjo duket, pra nëpërmjet lehtësisë të punësimit të studentëve që mbartin diplomën e fituar nga Kolegji Universitar i Biznesit. Çfarë fakultetesh gjejmë në Universitetin e? Kolegji Universitar i Biznesit ka rreth 1500 studentë, nga të cilët mbi 1000 janë aktiv, se sot studentët ju e keni parasysh që i ndërpresin studimet, shkojnë njerë jashtë, rikthehen sërish dhe i përfundojnë ato. Dhe domethënë në stabël jemi mbi 1000 studentë që ndjekin studime normalisht rregullisht. Jemi të organizuar në 3 fakultete, Fakulteti i Ekonomisë, Drejtësisë dhe Shkencave Sociale, që përbën dhe korpusin të themi kryesor të universitetit. Pastaj kemi edhe një fakultet që është i inxhinierisë dhe shkencave kompjuterike, që është krijuar prej pak vitesh, por që është një nga fakultetet që ka 5-6 programe në të dy ciklet e studime, bachelor dhe master, dhe që përbën, si thuash, trendin e kërkesave të rinjve të sot, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në nivel ndërkombëtar. Dhe fakulteti i tretë është ai për studimet larta profesionale, 2 vjeçare, që edhe ky është një fakultet shumë interesant, që është në fokusin edhe të politikave të qeverisë shqiptare, po edhe në fokusin përtej në vendit tonë, që në gjithë rajonin, po edhe më tutje, nevoja për profesionistë është shtuar, është shumëti, dhe ne kemi... Tanë shqiptar, ndjes. Të rinë tanë shqiptar, ku e kanë interesin pak më shumë? Në cilën nga këto fakultete shprehet dëshira për të qenë pjesë e tyre? Nga këto 1500 studentë, cilët janë pjesë e juaja, pasiv apo aktiv? Në cilin nga fakultetet janë më të lidhur? Faleminderit. Unë mendoj që lehtësisht sot identifikohen kush janë prioritetet ose kërkesat më të shtuara të rinjve tanë sot për studiuar në shkollat e larta. Në Kolegjin Universitar të Biznesit, që për fat të mirë dhe si vjet ne kishim një fluks të shtuar të aplikimeve dhe të kërkesave dhe të regjistrimeve, që ende jemi duke mbijuar, në krahasim me vitin dhe me vitet e kaluara, edhe pse ka një rrjedhje, ka një emigracion të shtuar vit për viti të rinjve shqiptar. Ca problematika që shoqërojnë vendin tonë. Megjithatë, tek ne trendi është kështu. Të rinjtë aplikojnë dhe ndjekin masivisht studimet në ekonomi dhe në drejtësi, po sidomos në ekonomi, sepse drejtësi në një farë mënyrë tash si thuash e mbulon dhe tërheq më së shumti sektori publik, më pak te universitetet private, ndërsa në fushën e ekonomisë padyshim. Ne jemi për shkak ndoshta edhe të formimit edhe tim, po edhe të njerëzve që kam referotu, në fushën e ekonomisë, Fakulteti i Ekonomisë është fakulteti kryesor tek ne që dominon në 70% e numrit të studentëve të universitetit, të Kolegjit Universitar të Biznesit,
dhe kemi të adresuara edhe në ciklin bachelor, ciklin e parë dhe të dytë të studimeve të mastrave, ato deg dhe programe dhe profile që janë shumë të kërkuara në treg, dhe kjo bën që dhe studentët tanë sa po dalin në treg, sa po përfundojnë studimet, brenda vitit parë janë të punësuar, ne themi mbi 90%, po në fakt është 95% dhe ata të financës dhe të kontabilitetit, të raportimit financiar ose të auditimit janë gati 100% të punësuar me njëherë që vitin e parë. Kjo ju ka bërë të jeni në... Natyrisht, kjo na kënaq dhe ne, ndjejmë që janë të kënaqur dhe studentët me ne, dhe nuk e teproj, po them që dhe tregu që i pranon aq shpejt është një tregues që ne na përcjell kënaqësi. Ne do të kemi kënaqësi të diskutojmë dhe patjetër do të kemi edhe intervista tjera ku do të flasim gjëra gjatë sa i takon Kolegjit Universitar të Biznesit. Sot, në këtë intervistë të shkurt, shpresoj shumë që të kemi dhënë informacion të duhur, por pres nga ju edhe një mesazh për të rinjt, cilët duhet të studiojnë, duhet të ndjekin ëndrat, duhet të ndjekin pasionet. Çfarë mesazhi? Unë shpresoj si ju thash, nëse do më japësh edhe një gjysmë minuti kohë, domethënë për te ekonomikun, ne thamë që ne kemi një fakultet të ri të inxhinierisë kompjuterike dhe të IT-së në përdisë, inxhinierisë dhe shkencave kompjuterike që sot është në trend në të gjithë botën. Dhe ne kemi hap në inxhinieri që vitin e kaluar me 3 profile, dhe inxhinieria vërtet është, si thua, relativisht një fushë, një program i vështirë për të rinjt, por ama të rinjt kanë filluar ta rivlerësojnë dhe sfidojnë dhe veten dhe ndjekin studimet atje ku është më vështira, por që është më sigurta për të ardhmen e tyre. Dhe me kënaqësi mund të konfirmojmë domethënë që kemi pranime, regjistrime në të gjitha 4-5 programe që kemi neve në ka një lloj evaluacioni. Po, ka përparime dhe mesazhi për të rinjt. Mesazhi për të rinjt është që dhe në vendin tonë ka shkolla cilësore, ka stafe akademike shumë të përgatitura, ka kapacitete profesionale akademike shumë të përgatitura, dhe unë i ftoj të rinjt që nuk duhet të mbajnë vëmendjen nga më i thjeshti dhe tek ai më i kamori, më i pasur të themi, tek të studiuarit jashtë vendit. Unë mendoj që dhe brenda vendit ka mundësi që të rinjt tanë të edukohen, cilësisht mirë dhe të bëhen pjesë e tregut hapur, tregut rajonal dhe ndërkombëtar, po them, me siguri të plot, sepse ata marrin informacione aq cilësore sa janë në gjendje të përballen me konkurrencën e hapur të tregut sot në gjithë botën. Falenderojmë shumë që ishe pjesë e. Dhe unë ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni dhe vlerësimin që keni bërë për klubin. Kënaqësia është e jonë.